Zemrat që ndjejnë dhimbje e që nuk flasin. Në spital e sollën një rast urgjent dhe me shpejtësi u thirr kirurgu i spitalit. Para se të hyjë në sallën e operacionit u ballafaqua me prindin e të sëmurit, i cili i tha: "Pse u vonove? A e di se jeta e birit tim është në rrezik të madh? Ti a nuk ke ndjenja? Shpresoj të qetësohesh dhe të më lësh rahat të hyj për ta kryer operimin. Je i sigurt se biri yt është nën përkujdesjen e Allahut?" Ja ktheu mjeku duke buzëqeshur. "Sa i ftohtë që je. Po të ishte pyetje biri yt, a do të ishe kaq i qetë? Sa lehtë është t'i këshillosh të tjerët." Mjeku u largua nga prindi i të sëmurit dhe hyri në sallën e operimit. Më pas 2 orëve doli dhe i tha prindit: "Operacioni doli i suksesshëm, fal Allahut. Biri yt do të jetë mirë, kurse mua më fal se kam takim tjetër." Më pas u largua pa mos dëgjuar asnjë pyetje nga prindi i të sëmurit. Kur doli motra medicinale, prindi i të sëmurit e pyeti atë: "Çfarë është gjendja e këtij mjeku të çuditshëm dhe mendje madh?" Ajo ja ktheu duke ju përgjigjur: "Biri i tij ka ndëruar jetë në një aksident me makinë. Mirë po, kur e thirrëm dhe i treguam për gjendjen e birit tënd, nuk hezitoi për të ardhur e për ta operuar. Pasi e operoi atë, nxitoi për të shkuar në varrimin e birit të vet. Me të vërtet ka zemra që ndjenjë, mirë po nuk flasin. Prandaj mos gjyko para se të dish gjendjen e të tjerëve."